Në një farë mënyrë jemi me fat, ju e thatë, sepse kemi burimet hidrike dhe jemi 100% energji të ripërtëritshme, nuk kemi energji nga karburantet fosile, pra këtu jemi tek niveli më i lartë i renditjes në këtë botë të re. Mos harroni sidoqoftë që hidro, pra burime ujore, do të thotë që ne varimi nga humori i Allahut. Kur Allahu qesh shumë dhe nuk çan, atëherë nuk kemi shi dhe kështu na duhet i drejtohemi importit dhe më pas kjo bëhet e vështirë. Ajo çfarë kemi bërë në këtë dekadë të fundit është të investojmë shumë në energjinë diellore dhe atë të erës dhe të krijojmë një portofol burimesh të ekuilibruara në mënyrë të tillë që ne të mos kemi më nevojë të drejtohemi importit dhe të jemi plotësisht sovran, duke patur 100% energji të gjelbërt. Plani po ecën mirë dhe besojmë se në fund të 2028 do të jemi plotësisht sovran, nuk do ta blejmë më energjinë nga jashtë. Ndërkohë, siç e thatë, kemi një bashkëpunim strategjik dhe me qëra fjala dua të them se kjo ka ndodhur fal këtij vendi e fal udhëheqësit të madh që ka vizionin e njerëzimit që shkon përtej kufive dhe siç e pam edhe gjatë çmimeve Zayed, ai mendon të shërbejë njerëzimit dhe të prek jetën e qindra miliona njerëzve jashtë vendit tuaj dhe kjo është diçka që as Kombet e Bashkuara në tërësi nuk mund të pretendojnë se kanë bërë. E kemi nisur këtë gjë dhe ambicia fal edhe mentorit ton që është personi i cili dje dha një nga fjalimet më të mira që kam dëgjuar, doktor Sultan Jaber, nuk e di nëse e keni dëgjuar. Për ta mbyllur këtë, ambicia jonë është që së bashku me Emiratet e Bashkuara Arabe dhe Italinë të kemi një bashkëpunim trepalësh, të krijojmë një bazë të ngarkesës në Shqipëri. Është një plan që kushton më shumë se 1 miliard. E kemi nisur në fakt paksa nga ana e kundërt në përpjekje për të nxjerrë më të mirën nga teknologjia digjitale për shkak të shumë problemeve që i trashëguam sa i takon ofrimit të shërbimeve të mira të administratës dhe kjo teknologji na lejon të ndryshonim tërësisht mënyrën si funksionon administrata kundrejt qytetarëve. Për disa vitesh tashmë 95% e shërbimeve tona ofrohen në internet, pra elektronikisht. I kemi mbyllur zyrat e kontaktit të shërbimeve. Nuk ka rrallë, nuk ka kohë të humbur. E merr shërbimin online qoftë në Shqipëri, qoftë jashtë saj. Ndërkohë me inteligjencën artificiale ne po e përdorim për të gjithë procesin e transferimit të legjislacionit Bashkimit Evropian në korpusin ton ligjor, sepse është në fakt një pushtim në thojza që të hysh në BE duhet të miratosh çdo ligj, çdo rregullore në të njëjtën mënyrë. Dhe po, kështu kemi një ministre të inteligjencës artificiale, jo për inteligjencën artificiale, por të inteligjencës artificiale. Ajo punon për shërbimet dhe po punon për transferimin e korpusit ligjor të BE dhe për diçka që ne besojmë se do të jetë e fjalës së fundit, që është prokurimi publik me inteligjencë artificiale, për t'i hequr njerëzit nga procesi dhe për të bërë që prokurimi të kryhet nga inteligjenca.